بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتبتت فلندريمي تكون الله عز وجل atë falenderojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga sherrri i vetes tonë dhe nga veprat tona të këqija. Dhe kë udhëzon Allah azza wa jall nuk ka devijim për të dhe kush devijon s'ka udhëzim për të. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut azza wa jall dhe dëshmoj dhe deklaroj që profeti sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Më pas, më të vërtet fjala më e mirë, fjala më e sinqert është fjala e Allahut, libri më i sinqert është libri i Allahut azza wa jall dhe së më të vërtet udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju musliman, sherrri të gjithë dhe të këqija janë bidatet dhe çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje që të largon nga Kur'ani dhe Sunneti dhe çdo humbje të bën prej banorët e zjarrit. Allahu na ruaj. Vëllezër, sonte me lejen e Allahut do të flasmi për surën e cila quhet Al-An'am. Kjo sure është që ka zbritur në Mekë. Prej nga kjo sure ndryshon temën apo ndryshon temat në të cilën Allah azza wa jalla ka treguar, do të thonë prej surës Maide apo prej ajeteve tjera që Allah azza wa jalla ka fol, apo shembull suratul Maide, Allah azza wa jalla për me kuptu do të thonë që prej kësaj sure Al-An'am Allah azza wa jalla tregon diçka tjetër, na jam mësim diçka tjetër, me meditu diçka tjetër. Në suratul Maide Allah azza wa jalla na tregon që është një ajet të cilën e kemi thënë që Allah azza të tregon që është përmbush feja, janë përmbush ligjet e Allahut, janë përmbush domethënë obligimet e fesë. Subhanallah, vëllezër, se sa është fjala e Allahut, do të thonë sa është e mirë fjala e Allahut për qëllim edhe obligimet apo ligjet e fesë janë dashura për ne, subhanallah. Në anën tjetër duhet kemi kujdes me obligimet ndaj fesë dhe me ligjet e Allahut. Nga sa Allah thot në suratul Maida, në surën më përpara që kemi fol, wa ma lam yahkum bima anzala Allah falakum kafirun. Apo ajeti tjetër në suratul Maida është falakum zalimun, falakum fasikun. Dhe sa i përket atyre që nuk gjykojnë me ata të cilën e ka zbritur Allahu, do të thonë fjalën e Allahut azza wa jall, të tillë janë nga ju, janë mosbesimtar, janë zullumçar, janë fasikun. Këto ajete janë nga suratul Maide, që shtanëm, të cilën na jep me kuptu përmbushjen do të thonë e ligjeve të Allahut. Subhanallah, erdhën xhallarexhet, i morën këta ajete duke gjykuar mbi muslimanët. Dhe të gjithë muslimanët i bënën kufar. I morën këta ajete me logjikën e tyre, duke mos e shikuar, do të thonë, duke mos meditu, duke mos me mend mi marrë, do të thonë, mendimet e sahave. Deri me ditë sotit, na musliman kemi çrregullime në thirrjen në Islam. Deri sa kemi çrregullime edhe në besim. Nga se po këta tillë njerëzit na thonë, dhe me ditë sotit na devijon nga rruga e drejtë. Shkaku vëllezër që e përmenda këtë mesele është që Allah azza wa jall i ka përmendur këto ajete
Nuk është qëllimi që Zoti që i ka përmend këto ajete, ai i cili nuk gjykan me ligjin e Allahut është qafer, është zullumçar, është fasikun. Jo, kjo është keq kuptimi i ajetit. Qëllimi që Allah Azza Jall që ka thonë në këtë surën Maida, cilën ata nga thonë kush nuk gjykan me ligjin e Allahut është qafer, zullumçar, e shtot më radh. Nuk është që na mi thonë për shembull një personit apo muslimanit, atë si të punu me ligjin e Allahut, te qafer. Jo, Allah na ujt. Mi po qëllimi i Allahut Azza Jall që i ka thonë këta ajete është që në për këta ajete kanë ardhur mbrojtje për tauhidin. Subhanallah, da thonë këta ajete kanë ardhur mbrojtje për tauhidin. Na musliman me mësu tauhidin. E jo mi thonë muslimanëve qafer, Allah na ujt. Qafina do të mi thonë qafirit, i cili ban shirk. Mi po muslimanit nuk guxoj mi thonë qafer. Për këta Allah Azza Jall në surën Maida da më thonë kanë këta ajete. Më pas vëllezër, siç thanëm, vjen surën Al-An'am, e cila ndryshon tërësisht me suret më përpara që kemi folur. Dhe megjithatë, edhe pse kjo sure ndryshon nga suret më përpara, mirë po është përsëritur tauhidi në çdo sure. Në këtë sure do ta gjeni se si Allahu na obligon në çështjen e tauhidit. Subhanallahu wa ta'ala. Meditoni se si është hapur kjo sure, sura Al-An'am, çush ka filluar Allah Azza Jall. Thot Allah Azza Jall, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili krijoi qiejt dhe tokën. Kjo është vëllazër argumenti ma i madh i tauhidit. Ai i cili e krijoi qiejt dhe tokën, ai e meriton falënderimin dhe adhurimin. Subhanallah. Pastaj vazhdon Allah Azza Jall duke thënë وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Ai i cili e ka bërë errësirën dhe dritën. Ky ajet na jep me kuptu shirku është errësirë, ndërsa tauhidi dhe besimi janë drita e Allahut. Prej veçorive të kësaj sure është se Allah Azza Jall na tregon se udhëzimi është me dëshirën e Allahut. Për këtë është edhe ky ajet i cili na tregon se ai Allah Azza Jall i udhëzon dhe ai Allah Azza Jall i lën disa në errësirë, nuk i udhëzon. Në këtë sure ka shumë ajete që flasin për tauhidin. Kul liman ma fi s-samawati wal ard kulillah kataba ala nafsi ar-rahma. Thot Allah Azza Jall, thuaj të kujt janë çka ka në qiell dhe në tokë, thuaj të Allah Azza Jall janë. Allahu shënoi për veten e tij mëshirë. Kul e ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiri s-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Thuaj, apos Allahut merrni ndërmjetësues të dashur, ndërsa Allah është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Ai Allahu ju ushqen, ai Allahu nuk ushqehet. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyita min al hayy dhalikumullah fa anna tu'fakun. Se më të vërtet Allahu është zbërthyes i farës, i kokës së saj dhe i bërthamës së pemës. Ai Allahu nxjerr të gjallën nga të gjallën nga vdekja dhe ai Allahu e nxjerr nga i vdekuri i gjallë. Ky është Allahu, ky është Zoti juaj. E si atëherë nuk i besoni, largoni nga besimi? Subhanallah. Ashtu siç thanëm, udhëzimi është lidhur me dashurinë, me dëshirën e tij. Walau annana nazzalna alayhimul malaikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alayhim kull shay'in qubbalan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Edhe sikur t'u azbretnim
na atyre, engjit, e t'ju flitnin të vdekurit, e t'ju bënin atyre çdo send që dëshironin ata. Prap ata nuk kishin për të besuar, përveç nëse do Allah Azza wa Jall. Më pas thot Allah Azza wa Jall: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama." Atë që Allah dëshiron ta udhëzoj, ai ja zgjaron zemrën e tij për ta pranuar Islamin. Atë që dëshiron ta lë Allah Azza wa Jall të humbur, ja bën zemrën e tij shumë të ngushtë, sikur ai të ngjitet në qiell. Subhanallah. A ke pa njëri kur ngritet në qiell, kur shkon të nal? Shumë ngrit në qiell, tonalet fryma. Kështu të Allah Azza wa Jall ja ban, kur ai nuk dan me udhëzu dokon. Ja ban gjoksin e ngushtan që na thon nuk dëpërtan në zemrën e tij iman kur gjë heq. Pastaj Allah ja thot: "Kadhalika yaj'alu Allah rijsa 'ala alladhina la yu'minun." Kështu që Allah dënon dënim të rënd mbi ata që nuk besojnë. Gjithashtu Allah tregon në këtë sure historinë e Ibrahimit me popullin e tij. Përse da thon vëllezër, Allah po na tregon edhe në këtë sure historinë e Ibrahimit. Subhanallah. Kjo është meditim i madh. Sepse Allah Azza wa Jall dëshiron që neve të na mëson tauhidin. Subhanallah. Ndëgjosh që ka thonë Ibrahimi: "Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard hanifa wama ana min al-mushrikin." Unë ju drejtohem atij Allahut që krijoi qiejt e tokën. Unë nuk jam prej atyre që bëjnë shirk, ortak me Allahun. Subhanallahu vëllazër, meditoni në emrin e kësaj sure, Al-An'am, është quajtur kapitulli i kafshëve, thërrjes. Dhe siç thot Allah Azza wa Jall në fillim kësaj sure, vazhdon me tauhid. Dhe sa arritëm dhe i këto, vazhdon me tauhid, edhe subhanallah ju këshilloj që ta lexoni këtë sure, nga sa është mekije, qysh Allah Azza wa Jall fol për veten e tij, qysh Allah Azza wa Jall ju drejtohet njerëzve ta njohin Allahun, ta mësojnë tauhidin, subhanallah. Po gjithashtu qysh thanëm me meditu në emrin e kësaj sure, Al-An'am, është quajtur kapitulli i kafshëve. Benu subhanallah, Ibn Abbas i ka thonë, nëse dëshiron besimtarët me ditë qysh kanë jetu njerëzën gjahiljetet me përpara, ka thonë le ta lexojnë suratul Al-An'am. Nga se në këtë sure Allahu i përshkruan mushrikët në therrjen e tyre. Në onë që i kanë thërë, subhanallah, kafshët e tyre i kanë thërë për zotat e tyre. E Allah Azza wa Jall, që shtanëm, da thonë Abdullah ibn Abbasi, ka të regu, ka thonë, nëse dëshiron besimtari me dit, apo besimtarët me dit, veprat e njerëzit pa, da thonë, njerëzit ma përpara gjahileve, veprat e gjahileve, ta të le lexon suratul An'am. E Allah Azza wa Jall i përshkruan mushrikët me therrët e tyre, që i kanë bërë për zotat e tyre. Po gjithashtu subhanallah Allah Azza wa Jall i përshkruan se ata Allah Azza wa Jall kur ka fol diçka ja kanë ndalu, ata e kanë liju. Subhanallah. Subhanallah vëllazër, kjo do të thotë që kjo sure ne me kuptu se ai i cili e adhuron Allahun do të patjetër mu largu prej veprave gjahilave, Allah na ruaj. Nëse po ta thon vepra gjahilave, ignorancë, kur thot Allah diçka vepra mirë. Vëllazër, kjo sure ka zbritur komplet në Mekë. Ka zbritur, do të thon, komplet surja ka zbritur në Mekë. Do të thon nuk ka zbrit ajet mbas ajeti. Mirë, po kjo ka zbritur komplet ajetet e surës Al-An'am. Kjo tregon vëllazër
se muslimanët kanë nevojë të fortë për këtë sure, e cila kjo sure e shkatëron të kotën dhe shirkun. Derisa ka ardhur në transmetim, që kjo sure kur ka zbritur, bashkë me këtë sure kanë zbritur 70.000 melekët. E gjatë zbritjes 70.000 melekët, këta meleke duke zbritur edhe duke lavdëru, duke përmend Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër, kjo është që robi ta njeh Allahun, ta njeh fenë e tij, obligimet e kësaj feje, dhe t'ju largohet ignorancës, t'ju largohet mushrikëve, t'ju largohet shirkut. Gjithashtu ta ndalon atë që e ka ndaluar Allahu Azza wa Jall dhe të vepron atë që e ka leju Allahu Azza wa Jall. Dhe qysh thanë vëllezër, se kjo sure Allahu Azza wa Jall hapjen e saj sure, sikur të thotë al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, minan tuhid, minan me njoft Allahun Azza wa Jall. Edhe këtë sure, edhe pse na thon ka zbritur me Mekije, është e Mekës, ka zbritur Mekë komplet, tregon për tauhidin, njohjen e Allahut. Këshilla jam, edhe pse përfundu kjo sure me ato që kemi përmbledh, këshilla jam e fundit ndaj besimtarëve, ndaj jush është që hini edhe lexani këtë sure, do ta vreni se siç Allah Azza wa Jall e ka përshkruar veten, siç Allah Azza wa Jall na mëson që ta mësojmë tauhidin, edhe na mëson veprat e xahileve përpara se çysh kanë qenë, na mëson se çysh Allah Azza wa Jall i ka obliguar mushrikët edhe ata e kanë ndryshuar ligjin e Zotit. Kjo ju vëllezër që kjo sure flet për tauhidin, njohjen e Allahut Azza wa Jall. Më pas na thon, kjo është përmbledhja që na e kemi përmbledh, këto sure Al-An'am. Allah Azza wa Jall i shpërblet me të mira për ndëgjimin. E lut Allahun Azza wa Jall që kur vjen muaji i Ramazanit, gjatë leximit, kur të bëjmë khatme da thon Kur'anit, kalojmë padyshim që kemi kaluar na për këta ajete, mirë po të meditojmë na për këta, që na kemi thënë na për këta ajete. E lut Allahun që na bën dobi ne dhe juve, e Allahu i shpërblet për ndëgjimin e juve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.